Jemi në kthyer pas kësaj shkëputje publicitare dhe sigurisht do të vazhdojmë akoma të qëndrojmë tek fushata zgjedhore. Jemi në ditën e tretë të fushatës, kemi kohë akoma dhe disa ditë që t'i dëgjojmë premtimet e partive politike, qoftë në për studio televizive, ashtu dhe në për tubimet që ata mbajnë. Pas bisedës së parë që kishim me ish deputetin Paris Guri, tani do të kemi intervistë me një tjetër kandidat nga një parti tjetër, siç është Lëvizja Vetëvendosje, dhe të ftuar kemi kandidatin për deputet nga radhët e kësaj partie, Burim Mehmetin. Zotri Mehmeti, mirëseve. Mirëseve, faleminderit. E diskutuam pak edhe në gjatë kohës sa po shkonte edhe marketingu që po kaloni nga një sektor në një sektor tjetër. Pse realisht? Pra nga ajo biznesit po kaloni në politikë? Në fakt, unë nuk po kaloj. Unë kam dashur që përvojën time nga sektori privat. Apo vetëm po shtoni si angazhim? Do thonë, unë gjithmonë politikën në fakt e kam pas si pjesë të pasionit, edhe prap dua të mbetet pjesë e pasionit, për shkak se unë dua kontributin tim deri tash që kam dhënë në komunitet, në shoqëni, tash ta kem mundësinë ta jap edhe më gjatë, edhe më lart, edhe në nivel tjetër, në nivel të Republikës, domethënë në nivel të kuvendit. Unë dua të jem një pjesë ose një urë komunikimin mes sektorit privat, ku i takoj, dhe kuvendit, këtë rast qeverisë. Mendoj që arsyeja pse unë jam vetëvendosje është pikërisht kjo. Unë jam antar i vetëvendosjes qysh nga viti 2011. Por gjithmonë jam aty sepse besoj në kryeministrin Kurti, besoj në lëvizjen vetëvendosje, besoj në të gjitha ato. Mendoj që është e vetmja parti politike në Kosovë e cila, siç thuhet në popull, e ka për një mend. Unë jam bind edhe është parti e cila përveç vlerave që ka dhe ka paraqit deri sot, është parti që është zotuar dhe i ka mbajtur premtimet e saj. Kjo është arsyeja pse unë jam vetëvendosje. Shumë njerëz më gjykojnë ose thuan, mendoj që është e padrejt opinioni që është përgatitur ose është paraqit në opinion, se qeveria Kurti është kundër biznesit, që nuk është e vërtetë as pak. Vetëm ekonomia matet në periudha të matshme. Meri vitet parapraka dhe qeverisin e fundit është një diskrepancë e madhe e numrave. Qeveria Kurti për herë parë ka arrit numra rekord që për një pjesë të madhe kanë qenë të paimagjinueshëm, po sot ato janë numra të prekshëm. Ti marrim shembull vetëm bruto prodhimin vendor i cili ka arrit për mbi 10 miliard, para disa vite ka qenë 7 miliard. Qarkullimi i biznesit nga 12 miliard, 10 miliard ka arrit në 22 miliard. Këto janë numra të prekshme, këto janë parat të qytetarëve. Këto janë fitimet të deklaruara në fakt me 900 e diçka milion euro, tash mësë më mbani me numra fix, po më ndona paka shumë që në 2.5 miliard fitimet të deklaruara, ato janë parat të biznesit, parat të qytetarëve, ato parat qarkullojnë ekonominë e Kosovës. Dhe kësaj ju besoni se për këtë arsye Lëvizja Vetëvendosje edhe duhet të vazhdoj të marrë edhe një mandat tjetër, apo jo? Pasi argumentet e kundërargumentet të partive të tjera politike edhe shpeshherë e thonë të kundërtën asaj që ju po e thoni. Shiko, unë mendoj që është e padiskutueshme që duhet Lëvizja Vetëvendosje të jetë parti ashtu si ka qenë, domethënë, këto 4 vitet e fundit. Parti që pothuajse të gjitha zotimet i ka mbajtur. Ka njëherë njerëz nuk arrin të shohin rezultatet e prekshme sepse edhe në biznesin ku janë vitet e para që janë periudha të vështira, pastaj vjen ajo periudha e maturimit dhe pastaj kur ti i shfryzon frytet e qeverisjes. Unë mendoj që tash në qeverisin e ardhshme Vetëvendosje do jetë parti e cila secili qytetar i Kosovës do arrit ta prek suksesin. Edhe do ta ndjejë në gjet saj. Merë shembull vetëm të gjëra që në të kaluarën kanë qenë të paimagjinueshme, shtesat për fëmijë kanë qenë 0. Tash është 10 euro, 20, pastaj 30 e lartë, ku shkon mbi 30.000 janë shifra akoma më të mëdha. Këto janë direkt që ka prek gjepin e secilit qytetar ose familjar në këtë Kosovën tonë. Përndryshe me pensionistët, përjashto pensioni që ka qenë jashtëzakonisht i vogël, sot ka arrit në shifra pothuajse 60% më shumë. 5 herë. Shiko, nevojat e qytetarëve janë gjithmonë. Është ambicje e natyrshme e njeriu që të kërkojë më shumë. Që janë bërë prap duket si një kategori që është lënona. 5 herë qeveria Kurti ka dhënë shtesa nga 100 euro. Llogaritë për shembull nga viti i jashtëm do jetë edhe paga 13, edhe pse është zotuar që do ja jap në mandatin do jetë ndër zotimet e para të saj. Paga 13. Sektori publik domethënë do arrit pagën 1.000 euro. Që do jetë pagë mesatare. Cili është, zotri Mehmeti, ndoshta reagimi që po e merrni nga terreni?
Pyes kështu pasi qytetarët janë me të vërtet zhgënjur nga klasa politike për atë se çfarë ndodhi 9 muajt e fundit në vend. Unë mendoj që qytetarët nuk janë të zhgënjur, po ka gjithmonë dyshime. Nuk janë të zhgënjur edhe kur 9 muaj nuk ka institucione... Është opozita e zhgënjur. Unë mendoj që është opozita ajo që e bllokoi. Sepse para se të visha këtu, nga prapaskena ndëgjoja kundër kandidatin tim i cili thënë të gjithkohës që ne jena për një përbashkim, për një situatë pak më ndryshe, ne do bëjmë këtë. Memoria kolektive është e freskët. Para mendoni veç muajt e fundit, nuk ka pas njeri më të fyer se zoti Kurti. Megjithatë ka qenë korrekt dhe ka qenë konsistent në të gjitha zotimet që i ka pas. Nuk është marrë shumë, po këta gjithmonë kanë bloku. Po e themi që deshën ta bllokojnë qeverinë Kurti. Unë jam dakord sepse funditës është misioni i opozitës, por pse i bllokuan qytetarët? Pagat e RTK-s. 1 miliard euro ndihma që duheshin të ratifikoheshin. Këtë dhëmë po pyes, se qytetarët janë të zhgënjur realisht me atë se çfarë ndodhi në 9 muaj. Po qytetarët besoj që e din kush është adresa, sepse qytetarët e patën në dorë, e pan nga larg. Kush ishte bllokuesin këtë punë? Pagat, ndihmat, buxheti vititarshëm. Dhe vazhdojnë ta kenë akoma të njëjtin qëndrim. Me dëgjuat dhe ju zotrin Paris Guri, i cili tha se asesin nuk pranojmë të bashkëpunojmë me lëvizjen vetëvendosje, e po ashtu para disa ditësh ish deputet të tjerë në këtë studio nga PDK dhe AK, edhe ata ishin të prerë se nuk do të bashkëpunojnë me vetëvendosjen dhe do të krijojnë një qeveri të opozitës. Në rast se kemi një rezultat pak a shumë të ngjashëm me atë që kishim në zgjedhjet e 9 shkurtit, ka gjasa që të përsëritet sërish kjo situata e njëjtë që kemi pasur për kaq muaj? Nuk e besoj që do jetë rezultati i njëjtë. Unë mendoj që rezultati i vetëvendosjes do jetë shumë më lartë se që ishte në këtë vit, domethënë në shkurt. Çfarë ju bën të mendoni këtë? Sepse ne po e ndjejmë, po e shohim çdo ditë, unë gjatë gjithë takimeve që kam pasur me qytetarë, me bizneset të cilat anatemohen pa drejtësisht. Ajo situatë që është krijuar dikujt edhe do t'i faturohet, dhe ajo sigurisht do të mirret vesh pas 28 dhjetorit. Unë mendoj që qytetarët, po e them, kam takuar disa biznese. Bizneset absolutisht që janë shiko, e thash edhe në fillim që disa biznesi, vetë natyra e biznesit është që të arrijë majat. Edhe kur të arrijnë majat, provon diçka tjetër, akoma më shumë, më lartë. Qytetarët e shohin kush ka qenë bllokuesi i këtyre. Nuk ka qeveri që ka bërë investime kapitale më të mëdha se qeveria Kurti. Llogarit në vitin 2008, dikon në 2020, ne për 3 vitet e fundit kemi 35% më shumë investime kapitale. Është para që shkon direkt te qytetarët nëpërmes kompanive që bëjnë punë në qeverinë. Këto janë para që mbrin te xhepat e tyre. Pastaj bizneset e caktuara të cilat kanë ndërtu. Shiko, ka kalu koha që bizneset e caktuara ose qeveritë ndërtojnë politika për biznese me adresë. Qeveria Kurti pikërisht është për këtë, që të paktën të bëhet shpërndarja në mënyrë proporcionale e paras publike. Nuk mundet qytetarët, shiko, 1.3 miliard subvencione, grante, kanë shku tek biznesi. Kjo nuk ka ndodhur për 20 vite të kaluara. Këto janë parat që biznesi i prek çdo ditë. Shiko, gjithë këto industri, superpuna, 20.000 të rinj që janë fut punës. Plus, të e pas parasysh që qeveria ka marrë përsipër që 6 muajt e parë, kur fillon punën, ta paguaj. Nga ato janë 51% gra, femra të reja, 49% mashkull. Domethënë, plus ka bërë edhe një zgjidhje të re që ka motivuar në forma të ndryshme edhe gjininë femërore, domethënë, gratë tona, të cilat gjithmonë kanë qenë të përbuzura nga e kaluara. Pra duke i përmendur gjitha këto, ju besoni se për tërë ngërçim politik, qytetarët edhe nuk do ta mbajnë përgjegjes lëvizjen vetëvendosje. Ndoshta e kam fjalën kur them qytetarët në aspektin e daljes në zgjedhje, mënyrës se si ata gjykojnë dhe votojnë më pas. Shikoj mendoj që qytetarët e Kosovës kanë një arsye më shumë që të dalin të gjithë në zgjedhje, sepse kanë një arsye më shumë që duhet të votohet qeveria Kurti, të votohet kryeministri Kurti dhe gjithë lista e saj fituese. Ndëgjoja me vëmendje kundër kandidatin tim, që ishte pak më herët këtu nga prapaskena, thash edhe një herë. Është djalë i ri, është moshatar i vajzës time. Edhe unë prisja nga që të flas diçka ndryshe, të flas për të ardhmen, flet për të rit, flet për gjitha që do duhet fliste një i ri. Ai fliste vetëm për, domethënë, vetëvendosje, edhe mirë kuptoj këtë pjesë, sepse duhet ta kenë një fajtor kujdestar për mos suksesin e tyre. Por ti mohosh faktet është e padrejtë.
Qeveria Kurti është zotuar që ndërta do jetë qendra e tij një kull e madhe në qendër qytetit. Sot ne japim shërbime për kompanitë prestigjioze në botë, nga të rinjtë e Kosovës. Vajza ime është 24 vjeçare. Ajo punon për një kompani e cila ka pagë super të madhe, me disë Prishtinës. Këto janë të rinjtë e Kosovës. Edhe këtë duhet ta bëjmë së mite dhe ka bërë qeveria Kurti. Shiko, 20.000 të rinj, thash. 20.000 të rinj ka marrë. Po në anën tjetër ka pasë e të rinj që e kanë braktisë vendin. Gjatë kësaj periudhe. Shiko, nuk e fajson njeri askë në qoftë se pretendon, po ka dhe shumë të rinj që janë kthy, unë një disa prej tyre që janë kthy. Se kanë kuptu që ndoshta paga në parim mund të mashtrohet njeri të të një marë 3.000 euro ose 4.000 në Gjermani, po ne e dim shpenzimet e Gjermanisë, po e dim edhe shpenzimet e Kosovës. Kur te vërë në tëshore, shumë e mirë është një Po pagë. në drejtën edhe në Kosovë nuk është jeta shumë e lirë për momentin. Rritur, goxha shumë dhe... Shiko, tashi na jemi të mvarur për shumë gjëra nga importi. Detyrimisht ne nuk jemi përcaktues në çmime. Për shumë, paramendoj keni qeverinë e kaluar që nuk e ka dorë ose e ka dërguar kushtetuese këtë për çmimin tavan. Kush duhet ta fajsoj pastaj qeverinë Kurti? Sepse qeveria Kurti ka pas ndërmend këtë punë ta bëj të parën. Ti definoj çmimet, ta di tavanin e tyre. Këtë e ka bërë opozita. Qartë. Sepse si ka konvenu kjo politikë, se e kam parë që... Vazhdo të lutem. është diskutuar shumë fotografia cilin e kemi edhe përballë dhe po e shohim, diskutuam edhe me Paris Burin këtu, dhe realisht nuk kanë qenë, opozita nuk janë dakord me mënyrën se si lideri i lëvizjes së vendosje është i vetmi që paraqitet me figurë dhe të tjerët janë vetëm me numra më të mëdhej dhe emra duken shumë pak. Shiko, është që sharaket, nëse e kanë vetëm këtë fotografi, ta marrin si model. Nëse dëshiron po dhe ta citoj, tha se lëvizja vendosje të gjithë këta i sheh vetëm si numra dhe jo si emra dhe si figura brenda partisë. Shiko, atëherë, si do të ndajë kjo fotografi, nëse do ishte kryeministri Kurti në njërën anë, edhe 109 kandidat të tjerë në anën tjetër. Hajde të imagjinojmë atë fotografi si do duke. Të imagjinojmë. Nuk ka subjekt politik, organizat politike, që ju jepet hapësi më shumë të rinjve edhe kandidatëve. Është një organizat që mund të diskutosh, debatosh të gjitha. Është organizat që të bën me undi vetja. Për atë arsye, unë jam aty. Sepse unë po heqi dorë nga jeta ime, po them kushtimisht në jetë super të mire kam, po dua që eksperiencën, përvojën time, vullnetin tim të mirë për këtë vend. Do dalim aty pastaj, zotri Mehmeti, se të flasim se cilat realisht janë tema që ju do të flasim ne për numra, sepse... Por e duan mendimin e një kandidati emri të cilit është aty, në një mënyrë që t'i përgjigjet deklaratave që po vinë kundrejt kësaj fotografie, kësaj liste. Shiko, mu m'vjen mirë që të vetmin argument opozita e ka këtë. Atëherë do ishte diçka... Pra ju jeni të pajtimit që të mos jenë fotografi të kandidatëve tjerë dhe vetëm e se cili kemi fotografi tona, se cili kemi numrat tona. Fotografit ne e dim që i keni, mirë po nuk i keni në këtë listën këtu. Ta thash edhe njerë, imagjino një list, një baner të madh, ku do ishte edhe 109 kandidat tjerë, edhe kryeministri anash. Po thonë se është nuk është e mundur në format të tillë? Unë nuk do duke i bukur estetikisht. Nuk duket as pak. Mendoj që kryeministri ka treguar që e ka një... Shikoj, në këtë listë, ju që po ishini si numra, që fatkeqësisht opozita po e ndërton një narracion të ri që kryeministri dhe numrat e saj. Këtu janë afër 60% janë njerëz me shkollim superior. Janë afër 15 veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk ka listë ma gjithë përfshirëse dhe ma përmbushse se kjo lista e lëvizjes vendosje. Jeni të bindur për këtë. Nuk jam aty veç numër. Unë jam emën, edhe t'jeni sigurt se jam emën i përveçëm. Edhe për këtë, kryeministri Kurti na ka dhënë secilit mbështetje në nevojshme. Ju nuk e shihni si problem. Absolutisht nuk. Duket e panevojshme ta diskutojmë më shumë. Po doni ne bëjmë akoma. Cili është raporti që ju keni ndoshta me mërgjimtarët edhe besimin që e presni realisht nga ta, meqense është bërë shumë zhurmë, zotëri Mehmeti, pikërisht për mërgjimtarët dhe datën e zgjedhjeve e cila rastisht tjetë në kohën kur fluksi i tyre është më i madh këtu në Kosovë. Është spekulu shumë me këtë datë, po besoni që mu vjen keq kur disa nga partitë opozitare mërgjimtarët i duan vetëm paratë e tyne, por nuk i duan ata. Realisht nuk i duan për vendimarrje.
Se cili prej ty në ka hisën në këtë Kosovë, se cili prej nesh kem familjarë që në diasporë. Edhe u them sinqerisht shqyqyr që janë atje, sepse janë, përveç se janë ndim në ekonominë e Kosovës, janë ndimin edhe në aspektin emocional. Besoni që në aspektin e votave do ta bëjnë diferencën diaspora? Shiko, babai më thënte një fjalë të mirë, kur je brenda gotës, sheve çka ka brenda gotës. Kur je jashtë, sheve çka ka brenda dhe çka ka jashtë. Unë mendoj që ata janë pikërisht jashtë gotës dhe shohin pikërisht ajo që ndodh në Kosovë. Jo rastisht ata e kanë nda mendjen për lëvizjen dhe vendosjen dhe kryeministrin Kurti, sepse e din që vetëm zgjidhja për Kosovën është kryeministri Kurti. Shiko, e fillova fillimisht tash. Vota nga diaspora kanë edhe partitë e tjera. Madje në zgjedhjet lokale më shumë kishte LDK-ja vota nga diaspora. E dim gjithë çka ka ndodhur me votën e partive opozitare, ai inxhinieringu i ndërtuar që ka qenë debat brenda partive të tyre për persona të caktuar. Lëvizja e vullnetshme, vota e vullnetshme që vjen nga e buron nga ata direkt është për kryeministrin Kurti dhe kjo është e padiskutueshme sepse e ndjen. Shikoni në takimin e fundit që ishte në Zvicër kryeministri Kurti. Po as sa ishin në sallë ishin jashtë sallës. Kjo tregon një mbështetje shumë të madhe të diasporës për kryeministrin Kurti. Edhe kjo nuk duhet shihet si rrezik, por duhet shihet si diçka e mirë që diaspora do Kosovën, e vlerëson Kosovën, e sheh vetëm Kosovën mbas disa vitesh. Nuk besoj që ka njëri nga diaspora që e paramendon pleqërinë në Gjermani. Se cili prej nesh kemi qenë atje. Unë e kam një shok në Gjermani, tha, ishte këto ditë këtu edhe më la përshtypje, tha. A dim se merr malli me orën Prishtinë, sepse 5 minuta të lira mi pas, ki kanë me thirë, ki me kanë me pi një kafe. Atje ki një koleg, kalon nga shtëpia e tij, thotë. Realisht ata nëse dëshirojnë edhe mund të kthehet, nuk është se i bën askush. Që po kthehen, investimet e tyre po tregojnë që ata po kthehen, se nuk kthehet njeriu vetëm fizikisht. Ku në pjesë të asaj që ka. Se shpeshherë është kjo tema diskutimit që kanë shumë mall dhe në njëjtën kohë vazhdojnë të qëndrojnë në shtete dhe shohin se perspektiva këtu është shumë më e mirë se atje në këtë kontekst edhe e pata. Në aspektin social, në aspektin emocional, empatisë që kanë njerëz. Kosova është vendi. Paramendoni, ju se cili për juve dilni jashtë, rini 5 ditë, 4 ditë, ditën e 5 ju duket largë që po vonohet avioni që duhet kthehemi. Të merë malli për këtë vend, e do se cili këtë vend. Unë mendoj që këto investime që po rritën, këto remitenca që po rritën, këto janë treguesi qartë që diaspora e sheh veten në Kosovë. E qartë. Do diskutojmë ndoshta pak edhe për... E përmende qysh në fillim se do t'jeni zë për bizneset, për sektorin privat, me gjitha të cilat do t'jenë në rast se sigurisht futeni në kuvend, cilat do t'jenë tema çështje që do të tentoni t'i shtyni përpara. E thash fillim, do me thonë, mendoj që duhet të thyhen këto paragjykimit, edhe kjo mjegull që është ndërtu padrejtësisht mes qeverisë dhe sektorit privat. Unë kam miq shumët në sektorin privat, edhe kryesisht i frekuentojmë vendet e njëjta, rrim bashkë, pim kafen e mëngjesit. Numrat e tyre tregojnë ndryshe. Ata që thash më herët. Numrat janë tregues në ekonomi. Secili prej tyre ka hyra shumë më të mëdha se nga e kaluara, sepse është e tjetër sepse qeveria Kurti mendon për ta. E ceka subvencionet, grantet e ndryshme. Shiko sa fermer kanë marrë, ndihma. Ato janë të përkthyer me para gjitha. Sa është rrit. U tallshin, ju kujtohet ju tallshin që e kemi bërë bukën, e kemi bërë hambarin. Ajo është tregues që tregon. Momentin që i siguron, shikon, nuk ka investitor i madh që mendon të shkojnë në një vend ku ka probleme, sidomos që ne i patëm me veriun. Kush e ka imagjinu para 4 vite që Kosova për herë të parë që themin në popull ja qiti gilinderat Kosovës, ja qiti rrethojat Kosovës. Paramendoni ju se cili prej jush ta keni një obor, ku e keni një pjesë atje në çështë obori që nuk mund ta shfrytëzoni sepse një komshi i keq aty ka vendos ta uzurpoj pjesën tënde. Si do ndiheni? Do jeni rahat në shtëpinë tuaj? S'do jeni asnjëherë rahat. Këtë ka bërë kryeministri Kurti. Për herë të parë kemi rrethojat e Kosovës. Dhe detyrimisht ka një siguri të madhe. Nuk është rastësisht slogani siguri dhe begati. Se pas sigurisë vjen edhe begatia. Sepse ke mundësi, mendësia jo të funksionoj pak më ndryshe. Mendësia jonë, momentin që je i sigurt, detyrimisht je i sigurt edhe në investime. Investimet janë shumë të sigurta. Mendon edhe punon atë drejtë pastaj. Mendja jote është më kreative. Kur kemi një hall, po e marr kështu, po mundohem në mënyrë figurative të shpjegoj. Kur keni hall, keni dhimbje, gjithaj harro thu, o zot inshallah më kalon më shpejt. Këtë hallin e madh që kemi pas, këtë gangrenën e vogël ose të madh, si dush ta quajmë, u largu.
Unë e parë dje isha në Mitrovic. Në kafe në Misini, pinëm kafe, ëmbëlsira. Sa besoni që Mitrovica edhe realisht ajo se çfarë ka ndodhur atje do e ndihmojnë ndoshta vetvendosin në këto zgjedhje? Shiko, nuk e rritë rastësisht numrat. Gjitha ajo informalitet, gjitha ajo kontraband që është fut nga Mitrovica sot nuk futet. Gjitha ato rrugë ilegale që kanë qenë sot nuk janë të mbyllura. Gjitha ato bazat policore që nuk kanë qenë të pa imagjinueshme sot janë atje. Janë policia e Kosovës është atje, është prezente. Edhe qytetarët e Mitrovicës kur nuk janë ndihmë të sigurt se tash. Shiko, unë kam miq, ka rastis ndodhin me një moment kur kam qenë në shoqërim të disa njerëzve, miqve të mi, edhe kemi qenë me një vend kur u ndërtoi ke rruga nga Zubi Potoki që del në fshatrat e Drenicës. Po ju betohem, kam qenë prezent aty. Kur një qytetar sërb i thot ministrit punëve të mbrëmshme, prezent kam qenë aty i thot që faleminderit sepse tash unë vajzën time lë shumë kollaj të dalë në qytet Mitrovicës se më herët. Sepse ato banda që kanë qenë, ata vetë kanë qenë rrezik për tyre. Shiko, tash i politikisht shfrytëzohet kjo ajo. Gjithatë konsideroni se është bërë punë mirë në veri dhe kësisoj ndoshta edhe qytetarët. Unë nuk konsideroj, unë konstatoj që është punë shumë e madhe në Mitrovicë. Është bërë gjitha ajo punë, gjitha ato rrugë, gjitha ato, shikoj, është secili për jush kene qenë pjesë e veriore e Mitrovicës. Po. Dikur e shikonim nga ura andej. Tash del nga larg e shikoj pjesën poshtë. Kjo është arritje e madhe. Unë personalisht po e zëm që nuk jam parti politike, nuk jam subjekt politik, jam një qytetar i thjesht. Vetëm ajo të ishte arritur për mua do ishte mjaftueshëm. Plus llogarit gjithë të mira që ka bërë qeveria Kurti. Këto janë rezultate të prekshme gjitha. Në anën tjetër, Kosova ka edhe problematika të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien edhe jetën e qytetarëve, të cilat po besoj që do duhej dhe do duhet që të punohet në drejtim të tyre. Si për shembull, problematikat, cilat janë problematikat në Kosovë, ka shumë, nuk e di nëse fillojmë të përmendemi, a do hymë edhe në terminin e emisioneve të tjera këtu në të vëndë. Edhe shteti më i pasur. Duhet jemi realist, zotëri Mehmeti. Dakord, jam shumë dakord me ty. Për shembull Norvegjia, nëse ju kujtohet në kohën e pandemisë, kur u bë shtrejtimi i madh i energjisë elektrike, në pjesën jugore të Norvegjisë, edhe pse Norvegjia është shteti i 5 edhe i 6 për prodhimin e gazit dhe naftës, 200% ka pas rritje të energjisë. Gjithmonë ka hapësina që disa qytetarë normalisht edhe do ketë hapësinë për pakënaqësi, po kjo është ambicia e njerit, gjithmonë të mos jetë i kënaqur, të kërkojë gjithë më shumë, edhe kjo është edhe synimi i qeverisë Kurtit, të mos ndalet, po të vazhdoj të rritet. Zotëri Mehmeti, faleminderit shumë që ishit edhe një herë pjesë e mesditës edhe në këto minuta diskutuam për juve si dhe për atë se çfarë ofrojnë lëvizave vendose. Faleminderit shumë dhe sigurisht të suksese në fushatën. Nga këtu ne shkëputemi për pak çaste publicitet për të rikthyer sërish në pjesën e fundit e që do të diskutojmë për luftën në Ukrainë dhe Rusi dhe një deklaratë të deputetit serb që ka të bëjë me Pajinsk.